Sa pacienti në një gjendje shumë të rëndë, njërin nga ta është i shtrirë në reanimacion dhe momentalisht nuk ka vend në mjekim intenziv që ky pacient të jetë i vendosur në mjekim intenziv. Se për këtë gjendje shëndetësore të pacientëve të lënduar në atë aksident trafikit, dy prej tyre janë të shtrirë në kirurgji torakale. Njëri, si mbas informacioneve me që se sot ne e kemi marrë ndërimin, është i shtrirë në mjekim intenziv, ndërsa pacienti në një gjendje shumë të rëndë, njërin nga ta është i shtrirë në reanimacion dhe momentalisht nuk ka vend në mjekim intenziv që ky pacient të jetë i vendosur në mjekim intenziv. Ka lëndime të rënda në tru, pastaj ka lëndime në toraks, fraktura të brive, ka hematopneumotoraks, që do të thotë ka ajër dhe gjak në mushkëri, dhe ka kontuzione të regionit të abdominit.